Mirëmëngjes të gjithëve kudo që të ndodheni. Dëshiroj të keni një ditë të mbarë, të bukur, të përjetuar me mirësi edhe të shprehur në çdo hap me një ritëm zemre. Këto ditë në bibliotekën Marin Barleti u promovua libri Labirint në tru, shkruar nga doktor Zoj Jakaj Gjoj, magjister Evans Drishti dhe ilustruar nga Endri Beqo. Një libër që flet për adoleshencën, një periudhë që kërkon një vëmendje të caktuar dhe që rrezaton në interesin jo thjesht familjar, por dhe shoqëror. Është një libër që ka tërhequr vëmendje edhe gjatë promovimit dhe në pjesëmarrjen në këtë promovim. Ndaj unë sot kam ftuar bashk autorin e këtij libri, magjister Evans Drishti, i cili në profesion është mësues i gjuhës dhe letërsisë shqipe, por në hapësirën e tij të veprimit është publicist, është përkthyes dhe njohës i disa gjuhëve të huaj. Nadia, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, përshëndetje, kënaqësi e veçantë që të jem në studion tuaj dhe një mëngjesi për zemër për të gjithë teleshikuesit që ta ndjekin në këtë momente. Qoftë një ditë e mbarë për të gjithë. Faleminderit për urimin. Dua t'ju uroj për urimin. Besoj se shkoi mbar promovimi në bibliotekën Marin Barleti. Faleminderit shumë, ishte një promovim me vend dhe një vlerë e shtuar për shoqërinë tonë. Flasim për shoqërinë shkodrane, meqense ishte në bibliotekën Marin Barleti, por që një pjesëmarrje përtej qytetit të Shkodrës, një pjesëmarrje e gjerë dhe e domosdoshme për të shfletuar gjithë së bashku disa etyde mjaft interesante dhe mbi të gjitha për të bashkëbiseduar në një bashkëbisedim shumë të çlirt, shumë të rehatshëm të themi në popullorshe, dhe mbi të gjitha pa zyrtarizma, pa protokolle, sepse libri është një vlerë që bashkon të gjithë njerëzit, të gjitha moshat, pavarësisht pozicioneve, pavarësisht etapave të ndryshme të zhvillimit të tyre, sepse ju flasim në një emërus të përbashkët që është kultura e të lexuarit dhe e bukurës. Ju keni drejtuar në librin tuaj një periudhë edhe interesante, po i quaj, por edhe sfiduese. Është adoleshenca. Si autor, në ç'kënd vështrim e keni trajtuar adoleshencën? Në këndvështrimi i psikologut, i pedagogut, i shkrimtarit, i prindit, i qytetarit, apo... Unë mund them që janë të gjitha së bashku në fakt. Duhet të theksojmë që në bashk autorsi dhe në bashkëpunim shumë rigoros me profesorin e nderuar zonjën Gjoj Jakaj, që është një akademike shumë e njohur në arenën kombëtare, me shumë punime të saj dhe mbi të gjitha edhe me mjeshtërinë e karikaturistit dhe të mjeshtit të pikturës, zotit Endri Beqo, të dy gjej rastin këtu nëpërmjet valëve tuaj, nëpërmjet ekranit tuaj që ti përshëndes dhe ti falenderoj përzemërsisht. Ishte një iniciativë në fakt që erdhi në kohën dhe në momentin e duhur, duke patur parasysh situatat dhe rrethanat në jetën tonë, sidomos në dekadën e fundit, kanë qenë shumë interesante dhe shumë intensive, jo vetëm në aspektin pozitiv, por edhe në aspektin negativ. Domethënë të dyja së bashku ta shtoquohet kronikat e zeza, elemente të tjera, të cilat jemi bërë dëshmitar në realitetin shqiptar dhe gjykuam të arsyeshme që të sjellim një material që do të jetë edhe psikologjik, që do të jetë një këndvështrim i një prindi, një këndvështrim i një profesori, i një mësuesi, por jo vetëm kaq, një këndvështrim mbi gjitha njerëzor, qytetar, sepse në fundit jemi të gjithë qytetar të këtij vendi, jemi të gjithë intelektual dhe ky grupim i adoleshentëve nuk mund të jetë i vetmuar dhe i kufizuar në një periudhë të caktuar apo e një moshe të caktuar. Prandaj
kemi gjykuar që të sjellim realitete konkrete, jo teori. Pra, janë sjellur situata konkrete të përditshmërisë dhe kjo në fakt pavarësisht se është zhvilluar ose u realizua në një kohë shumë të shkurtër, rekord në fakt, vetëm prej 5 muajsh jemi marrë intensivisht, por kjo periudhë e shkurtër kishte të bënte me një eksperiencë të shtrirë të gjatë në kohë. Qoftë nga ana ime, qoftë nga ana edhe përse gjojit, me eksperienca të larmishme dhe të shumta, të cilat vinë jo vetëm thjesht në përditshmërinë e tyre në institucionet arsimore. Fillojmë nga familja, që është bërthama. Do të trajtojmë hap pas hapi. Patjetër. Ndërkohë që unë mendoj është një libër tejet pedagogjik. Patjetër. Që lidhet me marrëdhëniet njerëzore. Pa diskutim. Është një narrativ që vijon në faqe të ndryshme si pjesë të një mozaiku të jetës, duke e parë atë në situata, kënde të ndryshme, gjendje emocionale. Fjala mozaik qëndron shumë në fakt, dhe me të vërtet ju përgëzoj përgjetjen, sepse me të vërtet është një mozaik, por një mozaik i cili shihet në këndvështrime dhe në qasje të ndryshme. Është si puna të themi një objekti apo një gote që gjithë secili e shef në qasjen e vet dhe në këndvështrimin e vet. Mirë po, është me të vërtet aspekt pedagogjik, por ka dhe diçka tjetër në shkrimet e ndryshme, të gjithë sidomos nxënësit kuptohet, dallojnë që ka përshkrime, ka rrëfime, ka argumentime, janë elemente domethënë të perceptimeve dhe të njohjes me botën e shkrimit, por ne jemi përpjekur që të sjellim jo vetëm thjesht një narrativ dhe me qasje të ndryshme dhe të larmishme, por jemi përpjekur që të sjellim edhe orientime praktike. Pra, libri nuk është një krimtari letrare, jo. Është një narrativ pedagogjike e cila i drejtohet situatave të caktume, në momente të caktume, në gjendje, në personazhe, në situata nga më të ndryshme. Sigurisht. Ndaj, ndoshta shumë prej jo thjesht adoleshentëve, por edhe të tjerëve, sepse asgjë nuk është e shkëputur, shoqëria është e lidhur me breza, me vite, me mosha. Ndaj një libër i tillë mendoj se ka një interes për një masë të madhe njerëzish. Në qoftë se ne do t'i hedhim një sy domethënë shumë gjithëpërfshirjes së tematikave dhe të fenomeneve që kemi trajtuar, kemi parasysh sikurse e kemi theksuar më parë, kemi të bëjmë me një fenomen kohë pa kohë, sepse adoleshenca nuk i përket thjesht një itinerari kohë të caktuar, është një periudhë e gjatë në fakt në gjithë historinë shqiptare, jo vetëm në Shqipëri, po kudo po ne flasim për realitetin shqiptar. Pavarësisht se psikologët i japin një përcaktim kohor, asgjë nuk mund të jetë ndarë me thikë. Pa diskutim. Por ky përcaktim kohor, por duhet të kuptojmë edhe diçka tjetër. Nëse më përpara kemi gjykuar me të drejtë apo pa të drejtë, po kemi krijuar një mësim. Kur merr deftesën e pjekurisë, thua që ky fëmijë është pjekur. Por çdo gjë është individuale. Nëse ne pa më para kemi përmendur që adoleshenca ka qenë në moshën e gjimnazit, vite më përpara, sot nuk mund të pretendojmë dhe nuk mund të gjykojmë diçka të tillë. Adoleshenca ka zbritur shumë më përpara. Mos të themi që në periudhën e ciklit të ulët, duke vazhduar më pas me ciklin e 9 vjeçares, kur nxënësit marrin dëftesën e pjekurisë, është një pjekuri. Po kur marrin dëftesën e maturimit, është një maturim. Që do të thotë në moshën 18 vjeçare, ai fëmijë, domethënë ai adoleshent tashmë, ka arritur të maturohet. Po a kemi me të vërtetë një maturim? Kjo është diçka për të diskutuar. Natyrisht, siç tham, asgjë s'është e prerë me thikë. Ju thatë që e keni shkruar për një kohë të shkurtër, por unë do të mendoja që këto mbresa dhe ndjesi, duke qenë se të dy autorët, edhe profesoresha edhe ju, jeni marrë dhe jeni në fushën akademike, këto situata janë akumuluar, sepse asgjë nuk mund të ndodhë brenda 5 muajve, vetëm ju i keni rënditur, apo jo? S'ka shanse, domethënë ka qenë një punë, le të themi, intensive edhe më përparshme natyrshëm, thash, erdhi në kohën e duan dhe në momentin e duan, sepse në fundit eksperiencat janë të patjetërsueshme. Eksperiencat janë aty.
janë të gjalla, janë konkrete. Edhe vjen një moment që shumë gjëra në fakt i kemi patur në mendjen tonë, i kemi patur të shkruara, i kemi patur të përcaktuara, po erdhi një moment që pikërisht këto eksperjenca të pasqyrohen në një material të tillë, në një libër të tillë me vlerë, edhe të reflektohen për gjithë secilin. Por e pam të arsyeshme në këtë formë që mos të ngelen të kyçura në sirtari, themi ne. Kuptoj. Këto situata që ju keni përshkruar këtu, natyrisht jo të gjitha mund t'i keni përjetuar ju, por është edhe një këmbim mendimesh me kolegët, me të tjerë. Ka qenë një bashkërendim dhe një bashkëpunim shumë koncis, i her pas hershëm, me konsulta të vazhdueshme, jo vetëm thjesht gjatë kësaj periudhe, po edhe më përpara pa diskutim, sepse në fundit ka i diçka në një institucion arsimor apo në një institucion familjar, le ta themi, që fillon bërthama kryesore e shoqërisë, natyrshëm që konsultat janë të domosdoshme dhe janë bazike, janë thelbësore. Edhe kolegët në një mënyrë apo një tjetër, në mënyrë të vazhdueshme dhe të herpashershme, trajtojnë elemente të ndryshme të adoleshentëve. Edhe këto elemente në fakt vinë kaq konkrete dhe të qarta, ku ne marrim çësje të ndryshme, ne marrim reflektime të ndryshme, por japim edhe orientime interesante. Shpesh për ta vërtetuar këtë që ju thoni, dëgjojmë atë shprehje, po si janë ba këto tritë e sotit, more domethënë ndoshta ka edhe një skepticizëm duke i parë, por gjithsesi është një periudhë që duhet të mirë kuptohet. Duhet mirë kuptohet, por gjithçka nis nga pranimi i vlerës që shfaq fëmia, që në moshën e tij të më të vogël dhe deri në çdo proces të rritjes së vet. Po jap një rast kaq të thjeshtë të qartë për atyre që kemi prezantuar aty. Ka modele të natyrshme, ne i themi një fjalë popullore, 5 gishtat e dorës nuk janë një lloj, që do të thotë sa modele nxënësish, secili është unik. Pa diskutim. Dhe ky i themi unik, domethënë ky prezantohet në formën e vet, në mënyrën e vet, në trajtesën e vet. Ka nxënës të cilët janë me të vërtetë ose ka fëmijë, sepse natyrshëm vijnë nga vegjëlia e tyre, të cilët janë rebel, pa edhe krejt e kundërta. Mirë, po e rëndësishme këtu është një prej fenomeneve që ne nuk mund ta anashkalojmë kurrë, që është një opinioni, sepse ky opinion vret në të shumtën e rasteve. Është i detyruar njeriu prindin radhë të parë, motra dhe vëllai që janë më të mëdhenj, dhe natyrshëm institucionet arsimore dhe kulturore, pra mësuesi si një njeri, si një qenë njerëzore dhe si një intelektual, që të bashkërendojë dhe të krijojë një komunikim të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm. Pse? Në momentin kur ky fëmijë përballet me një opinion të padëshirueshëm, sepse e mendojmë gjithmonë me idenë që kjo natyrë është dhe kështu do të qëndroj, kjo nuk është e pafalshme. Cila është njeriu është qenie njerëzore, qenie sociale, që do të thotë ka marrëdhënie të shumta. Cili është thelbi që rëndon më shumë në këtë periudhë që mund të quhet edhe avantazhues, por nganjëherë edhe me probleme? Kemi detyrë që të dëgjojmë rreth parë. Është shumë e rëndësishme që njeriu ta dëgjojmë, fëmin ta dëgjojmë në të gjitha mënyrat e veta, në atë mënyrë që ai e shpreh atë ndjesi dhe atë qëndrim, pa diskutim. Kur themi ta dëgjojmë, kemi parasysh diçka. Janë përjetime, janë ndjesi. Edhe ne kemi për detyrë që të bëjmë një empati të ulemi në moshën e fëmisë. Në momentin kur jemi ulur në moshën e fëmisë, çfarë do lloj moshe qoftë kjo, pa diskutim që ne kemi arritur që të përqendrohemi në perceptimet e tij. Këto perceptime mund të jenë shumë të thjeshta, mund të jenë shumë të ndërlikuara, mund të jenë perceptime nga më interesantet, por ta kuptojmë që ai fëmijë ndikohet, është një qenie që ndikohet gjithkohë, si në familje, si në marrëdhënie që krijojnë prindët me njëri tjetrin, si në raportet e ndryshme që krijojnë në përditshmëri, dhe ky komunikim çfarë sjell? Një çlirim të fëmisë. Pse? Në momentin kur fëmis i kemi dhënë hapësirën e duhur që të shpreh mendimet e tij, ndjesitë e tij, përjetimet e tij, pa diskutim që ky fëmijë do të arrijë që të hapet në botën që ne dëshirojmë. Që do të thotë mos më gjyko. Patjetër. Pa diskutim. Unë qëndroj tek ai institucioni i parë i shoqërisë, e cila është familja. Pa diskutim. Edhe aty janë prindrit.
në qendër. Dhe ndaj mendimin që prindërimi është zanat. Zanat që fillon ende pa lindur fëmia. Zanat që prindi duhet ta mbart edhe nga trashëgimia familjare. Pa diskutim. Por edhe nga ajo çfarë kërkon të rris dhe të trashëgoj. Jo çdo gjë shkon si e parashikon. Jo çdo gjë është fush me lule. Por prania dhe komunikimi mendoj edhe ky zanat që quhet prindërim duhet të jenë aty gjatë gjithë jetës. Sikur do të Sidomos në këtë periudhë. Sikur të kishte patur një shkollë të prindërimit, do të kishte qenë gjëja më fantastike që do të ekzistonte. Në fakt në botën e jashtme ekzistojnë edhe trajnime dhe kurse të posaçme të proceseve të prindërimit, sepse nuk është gjë e thjeshtë. Prindërimi në fakt nuk fillon në moshën e njohjes së dy personave. Fillon shumë më përpara. Shumë më herët. Fillon shumë më herët për të kuptuar dhe për të gjykuar në radhë të parë që njeriu është qenie gjenetike. Ne trashëgojmë. Pra, për te fakti që kemi një mbiemër, po ne trashëgojmë genet të parëve tanë. Edhe elementet të veseve të natyrës të formimeve tona, pa diskutim, që trashëgohen edhe tek brezat e rinj. Në këtë mënyrë, prindi është i detyruar që në radhë të parë atë dashnin dhe atë respektin që e shfaq në momentin kur fëmia vjen në jetë, dhe unë e kam trajtuar në disa shkëmbime këtu, ka një kontrast shumë të frikshëm të thoja unë. Pse? Në momentet e para ka një respekt dhe një dashuri të paimagjinueshme ndaj fëmisë. Momenti kur vjen në jetë. Fillon muajt e parë, fillon domethënë mosha 2-3 vjeç që ti më radh që fëmia shef atë ambient të rrethuar me dashuri, me respekt, me vlerësim. Mirë po sapo fillon pastaj të rritet paksa, fillon një distancim. Njerëzit fillojnë e largohen dhe fati më i keq që edhe prindi fillon e distancohet nga angazhimet e veta, nga preokupimet e veta pa diskutim, por harrojmë diçka. Ajo dashni, ajo mbështetje shpirtërore, nuk po flasim për ideoren, shpirtërore që është dhënë në fillesat e veta, është detyruar që të zgjatet dhe të shkojnë shumë përpara. Ka një element shumë të rëndësishëm. Ka prindër të cilët e shfaqin dashurinë e tyre ndaj fëmisë të tyre në të gjitha format dhe mënyrat. Edhe pse ai rritet edhe vazhdon në moshat më të rritura dhe më të pjekura. Kjo është një mbështetje shpirtërore. Në qoftë se ne fëmijës do t'i japim në mënyrë të vazhdueshme këtë mbështetje shpirtërore, kjo është një hap i parë dhe i sigurt që ky fëmijë të rritet me shëndet. Nga ana tjetër vjen në momentin kur ky fëmijë fillon shkollimin, pa diskutim me shumë probleme që ka arsimi në Shqipëri, nuk po i futemi kësaj ane, por a kemi ne prindër që të ulen dhe të bashkëpunojmë me fëmijën e tyre dhe të kuptojmë çfarë bot kuptimesh po fiton ky fëmijë nga ato libra shkollor që studiojnë sot? Cilat janë çësjet? Jo, të gjithë prindrit kanë nivelin, interesin, kohën. Dhe ndodhe jo ndaj këtë mendim që shpesh prindrit e delegojnë prindërimin. Pikërisht. Fatkeqësisht. Ky delegim ndoshta krijon një distancë të caktuar. Natyrisht jeta është shumë intensive, shumë më e vrullshme, oraret e punës janë shumë më të gjata dhe impenjimet janë të ndryshme, por rëndësia më e madhe është tek gjakujat. Edhe ajo që fiton nuk ka as pak rëndësi më shumë se ajo që ti ke nxjerrë në jetë. Ta kuptojmë diçka, ka shumë figura të rëndësishme, po flasim në Shqipëri, që janë artistë, janë njerëz domethënë me pozicione të rëndësishme, por njerëz intelektual në mendje dhe në shpirt. Ato njerëz të shikojmë që kanë shumë lidhje dhe raporte të ngushta fëmijët e tyre që i kanë pasur në mënyrë të vazhdueshme. Por, çfarë kanë bërë? Një, nuk e kanë ndërprer asnjëherë për asnjë rast komunikimin e drejtë për së drejtin në të gjitha kushtet dhe rrethanat. E dyta, kur nuk e kanë distancuar fëmijën e tyre me problemet e tjera, por kanë bashkëtuar me ato probleme. Fjala vjen kaq të thjeshtë, e kemi trajtuar në një libër. Në qoftë se ne do ta marrim fëmijën dhe do të bashkërendojmë punët tona të përditshme që në familje, që në momentin kur fillon dita, ky fëmijë do ta ndjej veten që është pjesë e asaj familje.
Pra, është shumë rëndësishme motivimi. Pa diskutim. Motivimi I përbashkët duke I dhënë një eksperiencë shumë të vyer. Po këto eksperienca fillojnë nga më të voglat. Nga më të voglat. Dhe më thënë, fillojnë nga gjërat më elementare. Duke filluar që nga fakti që I shtrimit të një tavoline, që nga punët elementare të shtëpisë. Absolutisht po. Dhe këto elementet në fakt që fatkeqësisht në shumë familje shqiptare shikojnë me atë patriarkalizëm që shikon se të janë punë për ne, ju keni punën e mësimit ose ju keni punën tuaj dhe vazhdoni atë punë, ja, është e gabuar. Nuk është e drejtë që fëmijës t'ia lësh me idenë që I kam krijuar kushtet tuaja, I plotësova kërkesat tuaja, tash ke të drejtë të vazhdosh. Ja. Shpesh herë plotësimi I kushteve ka një efekt bumerang. Patjetër. Që do të thotë plotësim dëshirash dhe ndërkohë vlerat e këtyre dëshirave nuk janë të vlerëshme. Shiko, disesh diçka, në momentin kur fëmijës do t'ia plotësosh të gjitha kushtet, atje çfarë do të plotësohet pak më tutje. Por ka një problem. Gjithçka vjen në masën e duhur dhe në dozën e duhur. Është një periudhë ku fëmijës duhet të tregosh ose ti mundësosh një lloj vetbesimi. Patjetër. Sepse është një periudhë që lidhet edhe me ndryshimet fiziologjike, është një periudhë që ka një labilitet ndjesish, është një periudhë që shpesh herë ka brenda bullizime të ndryshme, ka luhatje të ndryshme emocionale, ka tentativa për të realizuar diçka dhe mbrapsje. Është një periudhë shumë delikate, mendoj. Po në fakt prandaj kemi quajtur labirint në tru. Sepse pikërisht këto labirinte që përjetojmë në jetën tonë të përditshme vijnë nga mangësitë që shfaqen në këto gjërat kaq elementare të përditshmërisë. Që do të thotë, në qoftë se ti do t'i thosh fëmis, nuk është kjo punë për ty. Nuk të duhet ty gjë për t'u përzgjedhur në këtë çështje. Që në atë moment ke vënë një barrikad përpara, një mur të hekur përpara, të rënd që fëmin jo vetëm e distancon, por edhe ftoh. Cilat janë rreziqet e kësaj moshe? Po rreziqet në të madh kuptohet që është në radhë të parë distancimi dhe ftohja, që do të thotë fëmin e ke futur në një vetmi. Izolim. Por ky lloj izolimi është shumë I frikshëm. Pse është shumë I frikshëm? Sikur se përmendëm, në momentin kur fëmijë dikush për shkakun shumë kush e ka dhe mundësinë që të krijojë edhe hapësirën e duhur për fëmijën e vet në një dhomë të veçantë për fëmijën e vet, edhe mendon që me atë telefon dhe me ato kushte fantastike që I ka krijuar, ai fëmijë është në rregull. Por nuk e kupton në fakt që ajo botë e fëmijës është izoluar, po nuk e duke ja krijuar ti këtë botë. Si prind. Edhe që e ke ti për detyrë, sepse është gjaku yt. I mamit dhe I babit, I gjyshëve dhe I të tjerëve me radhë. Kjo është e para. E dyta, në momentin kur ky fëmijë do të izolohet, momentin kur ky fëmijë është I vetëm në rrugtimin e tij, zgjedhjet dhe alternativat që merr janë të pakontrolluara. Që do të thotë, mund të zgjedhë një shoqëri të dëmshme, mund të shikoj vese të dëmshme, mund të shikoj reagime të dëmshme, që vinë edhe nga rrjetet sociale, nga telefoni, por që vinë edhe nga shoqëria jo e përshtatshme. Edhe kjo çfarë bën? Kjo krijon çastje të paimagjinueshme në mendjen dhe në memorien e fëmisë. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë çfarë po ushqejmë ne në memorien e fëmijërisë së tij. Në qoftë se kjo memorie do të jetë me gjëra të bukura, me gjëra artistike, me kulturën, me artin, me vizione të ndryshme, me familiarizimin që fillon që në fillimin e parë të ditës, dhe mbi të gjitha me bashkëpunime sociale brenda institucionit të shkollës, do të jemi të bindur që ky fëmijë nuk do ta ketë të vështirë rrugëtimin e tij. E dyta, pastaj që do të vinte pjesa çfarë sjell diçka negative. Përftimi I veseve nuk është gjë e lehtë, sepse momenti kur ki përftuar një ves të caktuar, është e vështirë që të shmangesh nga ai ves. Tjetra, dhe sot përpara këtyre vesave, droga, duhani, patjetër, ka një atje ku do ta marrim ne sinqeritetin e fëmis? Ku e mendojmë ne që ky fëmijë nuk tregohet apo jo I sinqert me ne, me të rriturit, me prindërit, me mësuesit e tjerë më radhë, sepse krijohet atje frika. Ai fëmijë ka frikë të tregoj.
çfarë do dhe moshet, 9 vjeçare po e mesme. Edhe ajo frikë e dëmton shumë dhe luhat shumë. Por atë shumë do ta luhas, sa që vjen një moment që ty të sjell një trazim të paimagjinueshëm. Profesor, e keni diskutuar këtë libër me nxënësit tuaj? Patjetër, pa diskutim. Çfarë Janë reagime shumë pozitive, shumë interesante. Një pjesë e tyre pa diskutim që habiten sepse ka dhe diçka. E thame që në fillim janë situata reale dhe konkrete, dhe shumë për tyre pa diskutim e gjejnë vetin që secili thotë, po, unë jam kë. Po, unë jam kjo. Në atë reagim apo në atë situatë. Po, unë kështu e kam bërë. Po, unë kështu e kam gjykuar. Po, unë këtë e kam përjetuar. Të gjitha këto në fakt janë ndjesi, janë përjetime, janë shqisat. Janë situata të kaluara. Pa diskutim. Dhe si mendoni, profesor, me gjithë këtë ngarkesë problematike që ka jeta, por në një fazë ende të pakonsoliduar si personalitet edhe si ecuri, siç është adoleshenca, e cila rreket të kap horizonte të ndryshme, të cilat i afrohen të drejt për drejta, të qëllimshme ose jo, rrugësh dhe rrugëzash në të cilat jeta kalon, situatat, vështirësitë e familjeve tona, vështirësitë e emigrimit, vështirësitë e punësimit, vështirësi nga më të ndryshmet, të cilat jeta jon i ka tashmë, dhe këtu jetojnë këto njerëz që kanë prindër, që kanë familje, që dëgjojnë, që si mendon? A mund të sjell një shembull? Po. E përmendë e cekët ju në trajtesën tuaj shumë të bukur, trajtën e në emigracionit për shembull. Ka raste që i kemi trajtuar këtu pa diskutim. Një fëmijë i cili rritet në një familje që fatkeqësisht për shkak të emigracionit ose njëri prind, pra babai, ose të dy janë larguar dhe fëmia rritet me gjyshojt për shembull. Ose me një person tjetër të familjes. I është deleguar prindi. I është deleguar prindi. Mirë, po çfarë ndodh? Momenti kur ky fëmijë nuk e ka fizikisht, nuk e ndjen praninë e prindit të vet, qoftë të njëjtë apo të tjetrit, apo të dyve që nësi ka. Atëherë ai krijon një boshllëk që në fillesat e veta. Edhe ky boshllëk çfarë shkakton? Shkakton një humbje të vetbesimit. Po diskutim. Edhe unë atë po trajtoj. Që do të thotë, momentin kur ky fëmijë nuk e shef figurën e babait të vet, nuk bashkëndon me figurën e babait, sepse ka një problem tjetër. Prindit kanë një diçka që duke qenë nga emigracioni për fatin e tyre të keq në rastin konkret, me telefonata kuptojnë që po bëjmë një bisedë telefonike 2 minuta, 3 minuta dhe po e përfundojmë këtë prindërin. Jo, s'ka lidhje fare. Në çdo kohë dhe në çdo moment është ajo ideja e kërkesës së llogarisë, që duhet ta ushqejmë paksa dhe të fitores së respektit. Në momentin kur ky adoleshent shef këtë mungesë të pranisë, gjyshojt e vet, pa diskutim që nuk ja prishin për ato gjëra që kanë mundësi për t'i bërë. Atje ky fëmijë krijon një vetbesim në vetvetin e tij që ky rrugtim është i imi në këtë formë. Prindit nuk i kam, prindit nuk kanë se si të më kërkojnë mu llogari dhe unë po vazhdoj në rrugtimin tim. A është i mirë apo është i keq? Në të shumtën e raste fatkeqësisht hasim me situata të paprecedente. Ndërsa në raste të tjera kur prindi është i pranishëm dhe i qëndron mbi kohë, ditë e natë, është si loja e dritës dhe e hijes. Është si loja e dritës e ditës dhe natës, këmbimi i çdo marrëdhënie, i asaj që prindi e ka për parasysh, por edhe që i jep pak liri. Si duhet të lozin këto dy anë të afërsisë dhe e lirisë në konceptin më të drejtë. Pa diskutim. Kemi dy pozicione, pozicioni i prindit dhe pozicioni i fëmisë. Historikisht duhet të kuptojmë dhe vazhdon të jetë e tillë. Nuk mund të tjetërsohen këto pozicione. Prindi është prind, prindi nuk mund të jetë shok. Ne kemi një koncept të gabuar fatkeqësisht. Në çështjen time, po dhe të shumë intelektualëve të tjerë, është e tillë. Prindi është prind. Në çfarë do të moshe që të mrin fëmia i tij, përsëri pozicioni i prindit është i tillë. Fëmia është fëmijë. Fëmia është fëmijë për prindin, fëmia është nxënës për mësuesin.
Fëmia është nxënës apo për drejtuesin e institucionit. Tash këto mosha, sa do vite të kalon, do të kenë pikërisht atë distancimin në kuptimin e moshës. Bukur. Këtë duhet ta kuptojmë, është aspekt sociologjik. E dyta më pas, në momentin kur ne të jemi prindër apo mësues edukator në respektimin e vlerave, gjëja më e rëndësishme është të respektojmë vlerën që ushqejmë tek fëmia. Është e domosdoshme që ai fëmijë të kuptojnë që po, ekziston. Është i pranishëm, me të mira dhe me anët të këqija të veta. Sepse në fundit duhet ta pranojmë, askush nuk është i pagabueshëm. Natyrisht. Dhe duhet të bëhen këto gabime që të kuptohen këto gjëra. Profesor, si mendoni ju dhe keni trajtuar në libër, si mund të kaloj kjo periudhë e rëndësishme dhe formuese e jetës dhe të kaloj bukur dhe mirë? Unë mendoj që gjëja më e rëndësishme sikurse sepse përmendim shumë rreziqe, shumë problematika. Jo, nuk janë vetëm rrezik, ka gjëra shumë bukura në fakt që kemi trajtuar këto. Unë po sjell vetëm një shembull të thjeshtë në fakt. Jam më larg se para pak ditësh, më vjen një mesazh nga një ish nxënësi ynë, nxënësi edhe im personali, i cili ka vazhduar një rrugtim shumë të bukur, ka krijuar universitetin për ekonomik dhe biznes, ka shkuar në Amerikë, dhe pa pak ditësh në 2 të natës, sepse ne kemi distancë kohore kuptohet me 6 orë, dhe më vjen një mesazh dhe më thotë që profesor, thotë, po ju diftoj thot lajmin më të bukur të jetës time. Djali sot është 27 vjeç, që kam arritur thot që të jem thot ekspert i kontabilitetit të një prej kompanive më të njohura në botë. Çfarë nënkupton kjo? Ai fëmijë nuk është rritur me dhunë. Ai fëmijë është rritur me dashuri. Ai fëmijë është rritur me respekt. Për gjatë kohës që ka qenë si nxënës në shkollë. Për sa kohës që kemi patur vazhdimisht komunikime të herpashershme. Për sa kohë që ne e kemi ofruar dhe e kemi argëtuar në forma nga më të ndryshmet, sepse nxënësi nuk është vetëm nxënës për libra. Nxënësi është qenie sociale. Nxënësi do t'i ofrosh edhe alternativa nga më të ndryshmet. Edhe ai fëmijë nga njëra anë ka arritur bot kuptimin e tij të fortë në aspektin e një nxënësi dhe të një studenti të shumë të mirë, nga ana tjetër aspekti social. Dhe ky aspekt social nuk mund të pritet vetëm nga shkolla. Duhet filloj nga familja, duhet filloj nga prindërit, në mënyrën e argëtimeve të ndryshme, por fatkeqësisht ne shohim që në realitetin shqiptar nuk kam asgjë me kafenet ju kërkoj ndjes, por janë elemente shumë të rëndësishme në jetën tonë të përditshme, por nuk mund të thuash që është argëtim të shkosh të ulesh për shembull disa kohë të rënë në kafene, po përkundazi, të ushqesh artin, të ushqesh kulturën, të ushqesh sportin, të ushqesh bashkërendimin me natyrën që ne kemi të mrekullueshme, apo dhe me hobe të tjera. Edhe shumë mësues që praktikojnë. Pa diskutim dhe është me vlerësim kjo gjë. Atje ky fëmijë do të krijojë çësje shumë interesante, shumë të rëndësishme. Jetën do ta shohin me çësje shumë pozitive. Edhe pastaj nesër pas nesër do të bëhet ai modeli që në fakt nuk janë të pakt shumë, ta kemi të qartë. Domethënë në realitetin ton ju vetë jeni gazetar dhe keni pritur në këtë studio të mrekullueshme shumë elemente të tillë që me të vërtetë janë modele dhe ne flasim për çësje shumë të rëndësishme dhe komode. Atë unë kam prezantuar dhe në prezantimin e librit që vëm, thash diçka. Nëse ne do ta shtojmë këtë rrugëtim që në moshën e hershme të fëmis, nuk është nevoja të presim moshën 18 vjeçare që fëmia të krijojë maturim. Ju keni shkruar këtë libër me shumë pasion, dashuri, përkushtim. Mendoni se do të kishit përsëri nevojë të shtoni përsëri faqe të tjera? Ka sa dush. Asgjë nuk është e rrusa. Absolutisht jo, sepse përditshmëria sjell realitete shumë të larmishme, shumë sfiduese, shumë të këndshme, shumë të bukura. Ne kemi sjellur vetëm disa pjesë, domethënë aty mund t'ju themi që ka 100 situata të ndryshme, por sa situata të tjera krijojnë jetën tonë përditshme. Edhe unë do të thosha edhe një bisedë e tillë nuk mund të jetë asnjëherë shtërruese. Secili nga ne, secili nga ata që ndoshta na ndjekin në këto momente, edhe kur unë të mbyll këtë mikrofon, them, po si nuk e prekëm problemin e rrezikut të kriminalizimit, që janë rreziqe shumë të mëdha, rrezikun e përfshirjes në një rrugë jo të drejtë. Të gjitha këto janë këmbana që lidhen jo thjesht për
për një individ, ai është viktima. Këmbana që lidhen me shoqërinë, me familjen, me shkollën. Ndaj, ndoshta duke zhvilluar një bisedë të tillë dhe duke I dhënë rëndësi pikërisht kësaj periudhe shumë formuese dhe shumë delikate, nuk bën gjë tjetër veç se tërheqim vëmendjen dhe përgjegjësinë e gjithkujt, që ka të bëjë me njerëz, dhe njerëzit janë të moshave të ndryshme, që janë në moshën e adoleshencës apo e kanë kaluar këtë moshë. Janë njerëz që e kanë këtë gjurmë të bukur apo të vështirë. Prandaj është shumë e rëndësishme kjo periudhë. Unë besoj që e rëndësishme është që ne të krijojmë hapësira të vazhdueshme dhe të larmishme për diskutime dhe për trajtesa të tilla dhe të ngjashme. Në momentin kur ne fëmijëve tu ofrojmë hapësira të ndryshme, nuk është vetëm një aktivitet I caktuar në një ditë caktuar dhe kaq. Jo, hapësirat duhet të jenë të shumta dhe të vazhdueshme. Pse? Momentin kur ne do të krijojmë këtë mundësi, momentin kur ne do të blejmë mendjen dhe çësjen e të rijut, ne do të kuptojmë edhe diçka tjetër. Mos harrojmë, si arsimtar, si prindër, si intelektual të kësaj shoqërie, ne jetojmë me adoleshencën, por ne rijetojmë jetën tonë edhe në fillimet tona të mëparshme. Sepse kjo adoleshencë në fakt vjen sot në këtë formë, por ne do të kuptojmë perspektivën e kësaj të ardhme. Profesor, kush duhet ta lexojë këtë libër? Të gjitha moshat. Domethënë, duke filluar jo vetëm thjesht adoleshentët si adoleshent, në radhë të parë prindrit. Mendoj se prindrit. Në radhë të parë prindrit. Jo vetëm edhe ta themi diçka, jo vetëm prindët që janë sot të adoleshentëve. Fillojmë me ato të rinj, domethënë dhe të reja që sapo kanë filluar në fakt rrugëtimin e tyre. Edhe ato që akoma se kanë filluar rrugëtimin e tyre. Janë çështje të rëndësishme, një parapërgatitje. Unë ju them që kjo është një shkollë me vete. Sepse është një parapërgatitje për të kuptuar që të jemi gati se si do të sillemi, si do të reagojmë dhe si do të veprojmë në rastin e adoleshencës, që në fakt nuk është diçka shumë e frikshme. Të nderuar pjesës të programit ton, unë besoj se gjatë bisedës jo se keni dëgjuar gjana që nuk I keni dëgjuar asnjëherë, por se këto biseda tingëllojnë shpesh herë si sinjale që duhet të përjetohen në shpirt, si sinjale që duhet të tregojnë një qasje ende më të kujdesshme për familjen dhe sidomos për fëmijët, e sidomos për këtë moshë shumë tranzitore që mund të zgjas, që mund të ketë problematika të caktuara, që është shumë formuese, por njëkohësisht dhe shumë frymëzuese, sepse pikërisht në këtë moshë linden frymëzimet, pasionet, dëshirat, dashuritë e mëdha, të cilat po motivuan shumë bukur, marrin rrugë dhe nuk ndalen asnjëherë. Ne flasim gjithmonë që të rinjt janë e ardhmja e një vendit. Atëherë, a kemi mundësi ne si më të rritur, si njerëz që merremi me këto mosha, dhe të tjerë që kanë lidhje dhe raporte të ndryshme, qoftë të ndërsjellta, që të preokupohemi pak më tepër, që të kuptojmë se ku do t'ja lëmë këtij vendit. Sepse profesorët, inxhinierët, mjekët, arkitektët, të gjithë profesionistët janë në rrugtimin e tyre, po që një ditë gjithsecili do ta lërë atë punë dhe do t'ja lë stafetën dikujt tjetër. Po ka shumë rëndësi që ne të përgatisim pikërisht këtë brez këtë shoqërisë. Dhe ky brez I shoqërisë duhet të jetë largpams. Por të theksojmë diçka, ju lutem, jemi të detyruar sot të jemi edhe me dimensione të larmishme. Unë I bëj thirrje, është e rëndësishme kjo gjë në radhë të paprindërve. Me të vërtetë që ushtoni një profesion X të caktuar, gjitha profesionet janë me vlera, po mos harrojmë që nuk jeni thjesht prind I një profesioni. Në radhë parë jeni njëri që jeni të detyruar të jeni social. E dyta, keni të dyrë që të zgjeroni vizionin dhe horizontin kulturor, të njohim vendin ton, të njohim hapësirën ku ne jetojmë, dhe t'u prezantojmë fëmijëve ton këto hapësira. Të bashkëjetojmë me këto element, sepse kultura dhe tradita jonë ne nuk e sollëm ne sot, e kemi trashëguar. Dhe kemi një përgjegjësi të madhe për ato vlera që ne na kanë lënë amanet. Çfarë do të lëmë ne
në të ardhmen e tyre. Prandaj është pozicioni sotëm. Sot je bër hall, sot je bër teze, sot je bër xhaxha, sot je bër prind, sot je bër profesion, sot je bër mjekët e të gjitha me radhë. Sot është epoka jote. Por kjo epokë do të kultivoj vlera në kohën e sotme. Jemi në 2025. Atje a ka mundësi të bëjmë një plan strategji afat shkurtë dhe afat gjatë? Çfarë do të ndodhë në 2035? Çfarë do të ndodhë në 2055? Do të thotë dikush që na dëgjon, oho, janë gjëra shumë të largëta. Jo, nuk janë gjëra shumë të largëta. Sepse koha ikën. Profesor, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për praninë tuaj sot në studio. Faleminderit që keni sjell në bashkëpunim këtë libër, i cili është interesant, i cili ja vlen të lexohet, në të cilin shumë kush dhe mbase gjithë kush mund ta gjej veten në një situatë apo në një tjetër, dhe që secili duhet të reflektojë dhe vlerësojë pikërisht atë që është më shtrenjta, njeriu, familjen, fëmijën dhe curinë e tij. Unë do doja të falenderoja ju, për nëse më jepni edhe një hapësirë pak sekonda, të falenderoj shumë. Ne kemi një intelektual dhe një figurë ikonike të ekranit shqiptar, zonja Sonila Meço, e cila ka bërë edhe parathënien e saj, një parathënie pa imagjinueshme, dhe unë ofroj të gjithë teleshikuesve që ta kenë, ta disponojnë këtë libër dhe madje ta shohin pikërisht me vëmendje të madhe këtë parathënie, sepse ai është vetë një intelektuale që ka dhe një adoleshente, një vajzë, domethënë që është duke rritur dhe edukuar në mënyrën më perfekte të mundshme, dhe ne kemi mundësi që të kuptojmë që çfarë neve na mungon dhe çfarë duhet të plotësojmë si njerëz, si qenie sociale dhe si qenie njerëzore. Unë ju falenderoj jashtëmaset për këtë hapësirë që na mundsuat. Për mua është një privilegj i madh që të jem në studion tuaj. Ky mikrofon është i gjithëve. Dhe është një vlerë e madhe që i shtoni këtij qyteti dhe të gjithë njerëzve, të gjithë teleshikuesve, dhe jam i bindur që Shkodra, ashtu sikurse ka ditur të kultivoj dhe të ushqej figura të rëndësishme dhe elemente simbolik të këtij vendi, ashtu do të jetë pa ajo Shkodër që të mos ngelet thjesht djepi kulturës shqiptare, por të shtrihet shumë më gjerë, sepse me të vërtet ne kemi vlera të shumta që ne duhet të na bashkojnë për këtë trashëgimi të madhe që kemi. Faleminderit për hapësirën. Faleminderit.